Mi mbrëma meq, po takohemi edhe sot si kur zot të shtunë tjetër, sot jena bashkë me Ganen, edhe pse Beki na mungon, bashkë me Ganen do të diskutojmë çështje të rëndësishme, siç është shpenzimi, ne si popull, sevdali, sa shpenzojna, sa dina me kursy, sa dina me bë rezerva. Meqense se jemi në fillim të vitit 2026 dhe kemi mbyllur vitin 2025, ne si popull thuaj se gjatë gjithë vitit çka shpenzojna, kursejna, fund vitin e mbyllim duke e shpenzuar krejt rezervat që i kemi. Gana mendon edhe ti kështu? Ma kujtove një diçka që thuhet që shqiptarit janë i vetmi popull nështë që 1.000 euro i kanë tyra e 1.500 shpenzime. Do më thonë befasuhemi edhe vetë ka për na vinë që ato para që për i shpenzojna. Po në fakt nuk e di, a jemi me dëvërtet popull sevdali, që kemi dëshirë, dhe më thonë, me festu, me kremtu, me u disponu në maksimum, edhe pa me ndut nesërmen se çka ndodhë, dhe më thonë, me bugjetin tonë familjar, apo nështë nuk shqetësohemi shumë për të ardhmen, nuk e bojmë një planifikim edhe nuk kemi stres me dalë nështë prej që aty në kornizave. Unë konsideroj që nështë lidhjet e fuqishme që i kemi me një tjetrin, dashurin që e kemi, do më thonë, me njerëzit e gjakut, me shoqërin, se për shembull njeri edhe me met pa rezerva, na e kemi derën të hapur të shumë njerëz. Merë bërgj, ja pagun muin tjetër, nështë edhe vitin tjetër, besa mundet me kalu edhe ma shumë se një vetë edhe jakten, edhe pse ndoshta nuk e pas shumë nevoj për që ato shpenzime, e konsideroj që kjo dera e hapur për me e kërku bërgj të dikush, në bën nefe me shpenzu edhe mos me ungarku shumë për ato që nuk e di çka ka me pas muin tjetër. Dhe me thonë, vjen një fest, vjen një heng familjar, vjen një dasm, po shpenzojnë apo knaqëm qënë zote. Do më thonë jemi popull që kemi ato qënë zote, e unë e konsideroj që kjo vjen prej qasaj mundësis për me huazu prej dikujt. Është pak si pas te edhe presioni social. Për shambull, na njerëzit shpesh me qenë se na përjetojnë në kohën moderne të rrjeteve sociale, që gjdo gjanë që e bojnë, na dina me shfaq për mes rrjete sociale, me foto, me video, në Facebook, ose kudo qoftë tjetër. A mendon që është pak edhe, është presioni social, mos do kemi ma pak se dikush tjetër, hajtë edhe na, ose kem tradit. Domthon, pavarësisht që na ndoshta nuk dojna me shpenzu gjithçka, mos më do këtë jena ma pak se kujshiu, ose se dikush tjetër, shpenzojmë gjithçka që kena. Feks. Kjo që jetojnë ana për syrin e botës, është e dukshme nështë ma shumë se në çdo shoqëri tjetër të botës. Prej gjanave ma të emta nështë, kur e bojmë një fejes, nuk po thëmë që është gjaja emtë me u bo një fejes, po dhe nëse është fejesa shumë modeste, prapë se prapë na mundohemi me shpenzu se a e ke pa që dikush i ka blenu usës këta, qysh na mës me ble kur gja. Në anën tjetër, dhe më thonë edhe të çështja e rregullimit shtëpive, sidomos tash ekspozimin në rrjete sociale, kur jemi te festat, qysh unë mos me rregullu, pse unë mos me bë, pse unë mos me postu në rrjete sociale, e deri tek ditëlindjet e njerëzve 85 e 90 vjeçar, dhe më thonë që organizohen edhe i shfaqin rrjete sociale. Nështë ati plaku i mungojnë gjanat elementare për jetë, ka kujdesin minimal prej antarëve të familjes, me gjitha të veç kur e shet 85, një tortë të shtrejt aty, e një grumbull të njerëzve, pse për me u dokë në sytë e botës. Tash nuk po thëmë që gjithmonë është, do më thonë, për këtë arsye, mos të kesh kuptona prej audiencës, sepse ka shumë edhe që e bojnë për shkak të vlerësimit që e kanë përplesht, po me gjitha të unë mendoj që sidomos kur jemi të që kjo pikë, gjeneratat e vjetra nuk e kanë shiju atë momentet e festimit të ditëlindjeve. Dhe më thonë, për ta, ma me rëndësi është me u bo bashk, me fol, me qesh, me u gjindë, se sa na është ta një torte për ditëlindje. Ndoshta shumë të nevojshme dhe të domosdoshme ka pranin e njerëzve që i da, se sa ato festat që ndonjëherë bëhen edhe veç për sy e faqe që thojmë na. Kur jemi te festa e fund vitit, që është e viti i ri, Gane, si pas teje, kena po që ka pas shpenzime të maramense, për shembull rregullimet e shesheve, qindra, mira, euro në secilin qytet të Kosovës. Po ta lam sheshet, po e zam vetëm një familje. Sa shpenzimet, sa është kosto e shpenzimeve, çfarë menimi kite për këto shpenzime që bojna, sepse duke i pa shpenzimet vetëm të asaj dite, ndoshta
Ne vazhdimisht ankohemi që nuk pja dalin, janë pagat e olta, po na shumë mirë e ceke. Nështë 1.000 euro i ke natyrat, e 1.500 i kemi shpenzimet. E kjo është, nuk dhja do, gjithdo kona ndodhë vetëm të na. Po, është e dhemshme që, okej, ushqimet hahen, diçka që mbet hahet edhe nesër, po është e dhemshme 100 euro që shpenzohen për të djegur më na minutave, si që janë fishek zjarët. Ete çështja fishek zjarëve në diçka që më ka bërë shumë për shtypje. Po kjo ka qenë vitin e kaluar, këtë vit nuk më ka ra me lexu. Domethënë në Kinë që është festu, që është prit viti i ri. Në kryeqytet kanë fry balona, edhe secili qytetar ka lëshu ka një balon në ajër. Domethënë asnjë fishek zjarr nuk u hedh për shkak të ruajtjes së ambientit. Me gjithë se prapë që nga Amokina është prodhuesi më i madh që e bën bajrakun e prodhimeve të fishek zjarreve. Domethënë ai neve na i shet pa problem. Ndotën e ju se mushkëritë e shqiptarëve e durojnë ajrin e ndotur, ama ata e kanë zgjedhur një formë tjetër të festimit. E kjo domethënë ka bërë shumë me reflektu. Për shembull në qytetin e Fushë Kosovës. Jo vetëm të Fushë Kosovës, po thëmë aty masive që jetoj, mjegull prej fishek zjarreve të shumta, prej tymit, prej ajrit ndotur. Dhe më thonë, në distancë të shkurt, vendi nuk e mujt me pa personin tjetër për shkak të tymit. Avullit, mjegullës, që është kriju, dhe më thonë, si pasoj e fishek zjarreve. Po në anën tjetër, kjo nuk ka mungu asë në përfshatra. E kur e përmendet mandej shpenzimet, do më thonë të elan tash ajrin ndotur, shpenzimet, më bani shumë për shtypje, do më thonë një familje 300 euro, tha kemi shpenzu për fishek zjarre, pëse tha më javë prish fëmive? Thash, po ku është bre logjika 300 euro për 10 minuta ose 15, sa kanë mrimush? Tha, po paret e veta i kanë fëmijët. Do më thonë paret e shtesave, që ju kanë dhënë fëmijëve për fund vet, kanë 100 euro, 3 fëmijët, 3 kanë 100, i kanë shpenzu për fishek zjarre. Tashtu është edhe një problem tjetër. Pse duhet mu kanë pare të fëmijëve? Aty janë pare për nevojat fëmijëve. Nuk janë pare për mi menaxhu një fëmijë i vogël. 10, 12, se s'po guxoj me mendu që edhe fëmijë 8 vjeçar, një familje ja jep paret edhe i thotë, këto janë shtesat e tua. Fëmija duhet me kuptu që është pjesë e familjes, edhe brenda familjes ka përgjegjësi. Jo vetëm familja që ka përgjegjësi ndaj fëmijës, e ai me pas veç drejta, po ka edhe përgjegjësi ndaj familjes. Në këtë rast, parat që ju kanë dhënë janë për me i shpenzu për nevojat fëmijës, për me ble ai çka ka nevojë. Tash mundet me thonë dikush po nevojë ka edhe mu dëfry edhe mu knaq edhe me hek fishek zjarre, po mirë, për një kuti bumbit sa mundet mu kanë 2-3 euro. Ama 300 euro me shpenzu fëmija, edhe mandej mas 3 dite me ta bëni kërkesë për me i ble diçka që me të vërtet ka nevojë. E ti tani mu një në konfuzion, po ta blej, s'po ta blej, do më thonë, është diçka që unë menoj, sidomos të kjo pikë, pavarësisht që s'është teme e diskutimit, fëmijëve më ja vlon 100 euro në kulet, veç mas adoleshentave, për mendimin tam, nëse qaj fëmijë të bën të lashe e probleme, e që rregullohet, atëherë s'është faj fëmijë, s'është faj jetë. Absolut. Shumë me vend, na këtë muj e dim që fëmijët në përgjithësi kanë pranuar një shumë për 100 euro. Pavarësisht a është me temën tonë lidhja jo, krejt ato nana sigurisht që nuk i kanë menaxhu siç duhet ato para. Tash imagjino se cili fëmijë pavarësisht çfarë moshe ka, se cili prej tyre sigurisht ka nevoja të tjera. E që tani pas pak ditë fillon semestri i dytë ose gjysmëvjetori i dytë, ka nevojë të mjaftueshme më përgatitur për çka do që ka nevojë fëmia, jo për fishek zjarre. Po kjo a di po na lidh me atë që sigurisht jo gjitha nanat, sepse ne kemi nana e gra e familje që janë shumë ekonomiste, po megjithatë ka një pjesë të madhe të nanave ose prindërve që thjesht ja dhajnë sikur dhuratë dhe merri pa çka dush. Në këtë formë ne mirë, këtë muj i marrën këto shtesa, po çfarë do bëjmë muj tjerë? Ti përveç që i ke tha fëmijës që mund të bëj çka dush, ai kam i kërku zakonisht sa të dalin ato para kam i kërku, s'ko me ditë një fëmijë nuk din me i menaxhu ato para që i merr, sa do qofshin ato, cila do shumë qoftë ajo. Pra na sikur popull shpesh nuk është që dina me i menaxhu, thjesht dina me shpenzu kur i kena edhe për sot, le të kënaqemi sot, nesër është ditë e re, na fak e re që thojmë na njerëzit edhe. Çka do të bëhet, ç'në shkofshin. Kjo është edhe një çështje tjetër që po mbjellet një lloj egoizmi te fëmijët. Ai po mendon për veten e vet. Edhe nuk po njihet për gjëç, as për nonën, as për babën, as për gjyshit, as për anëtarët e tjerë të familjes. Kjo është e jamja, do më thonë për mëson që në diçka që është e ti, ai ka drejt edhe mundet me shpenzu qysh ai dën.
Do më thonë, ja mësën indirekt, ndjenjën e ikjes ndaj përgjegjësisë për të tjerët. Sikur, do më thonë, shprehit tjera që mësohen gjatë jetës, duhet më mësu edhe për që ta. E mandej ndikohen edhe fëmijët e tjerë. Për shembull, nëse një familje nëse në një familje fëmija nuk ka mundësi me i pa ato shtesa, atëhera ndikohet, të qyre këtyne pjavjapin mu nuk po m'jep, ndihet indiferent ose i pavlerësum prej familjes. Pavarësisht që kjo është shumë e shëndetshme për to. Fiks. Është shumë e shëndetshme. Po fëmijët nuk din me bë diferencën e mandej problemet janë nëse një fëmijët, adoleshent ose edhe ma të vegjël jepen kjo shumë e parave në dorë, e që po kalojmë nga tema në temë, a i sigurisht që, okej, kaloj kjo fest, u shpenzun që ka u shpenzun, po nëse kjo merret si kur lloj zakoni, që çdo muj, mi thua këtu janë parat e tua, merri, çka ka më bëj fëmijë? Shumë lehtësisht ka më kalu të gjanat që janë të damshme për to, siç është blera cigareve, tash ti po përdoren këtu shishat shumë. Imagjinoni fëmijë klasës 7, 8, 9, nëse ka të shumë barave çdo muaj, ai ka më siguru ka më pi sepse s'ka mundë prej shoqënisë ose prej moshatarëve tina. Edhe ka më shku drejt rrezikut. Prandaj është shumë e rëndësishme na si prind, sepse, ato 30 euro tash që kanë fëmija zakonisht, po i marrin. Po gjatë gjithë muajit, kush e ushqen? Kush i blen gjanat që nevojiten? Kush e mban në shtëpi? Ato janë një shumë simbolike, po në asnjë formë nuk është e rrugës që një prind t'jep para thotë ba çka dush. Asnjë fëmijë nuk din me i menaxhu ose me çu në vendin e duhur. Sepse është i ri, nuk din. Na po flasim për fëmijët që nuk din me menaxhu parat. Po sa dim me i menaxhu na si popull. Për shembull në fillim të vitit, kaloi viti 2025, tash është viti 2026, sa prej familjeve e bojnë një planifikim të buxhetit familjar. Me pa sa kanë tyra, sa kanë shpenzime të domosdoshme, sa kanë shpenzime variabel, sa kanë me kursy brenda vitit. Do më thonë, nëse që ky planifikim bëhet prej të rritunve, e që ishtë dasht me qenë aty edhe fëmijët, atëherë direkt mësohet, do më thonë, mënyra e kursimit edhe të menaxhimit edhe të paras, besa ishtë dasht me bë planifikim edhe menaxhim edhe të kohës edhe të pushimeve që mundesh me i pas, po na si popull nuk e di nëse mund me pas raste, do me thonë, që njerëzit e bojnë këto. Konflikt që këtë muj shumica e qytetarëve se kanë bërë shpenzime as mëdha për fund vit. Nuk është rasti që thonë janari është muj më i gjatë i vitit. Do më thonë fakt janari nuk është muj më i gjatë i vitit, po për shkak të shpenzimeve të shumta që bëhen në dhjetor, kjo është edhe prej asaj joshjes së marketeve që e bojnë zbritje, që në mënyrë indirekte, do më thonë ta imponon blerjen është edhe gjanave për cilat nuk i nevoj, ose të Black Friday, që dalin gjana me zbritje që kur e kupton është gjatë vitit më që kjo në Black Friday o konë që kaqë, do më thonë indirekte kupton që jenë diku prej reklamave ose prej presionit reklamave që jenë ba. Kështu që mendoj ishtë dasht të cili, tash, në fillim të vitit 2026, me e bani lloj të planifikimit, me i ofru edhe fëmijët afër vetes, me kuptu edhe ata që jeta është planifikim. Një dush me qenë serioz, ki detyrime, ki përgjegjësi. Luksit, jo gjithmonë luksin me pas prioritet. Absolut. Është shumë e rëndësishme ose sevdan që nësëm, do më thonë me që ato sevda, me sa jemi sevdali. Po, nuk është rasti edhe thonja që në ka dalë të po një bom bilalli hëm. Do më thonë a me nëzispreso me pas një arsye dhe me u disponu. Po kjo është e mira. Edhe në popullin tonë dhe gjitha jo fik bile me muzik. Duham pavarësisht që shina që shëndojna ekonomikisht, na ta festojmë ato që kemë. Është e rëndësishme që njerëzit që na dëgjojnë mos u mendu që ne jena kundër festave. Ne nuk jemi kundër festave. Pra, që ka është e rëndësishme, festa nuk matet me atë sa shpenzojmë, sa qesi me hangë, sa bukur këna më duk në fotot që hedhim në rrjetet sociale. Festa matet me ndjenjen. Festa është tradit, mundet me kanë bashkim familjar, gëzem, mu bashku familja, me diskutu, më në mbet kujtime bashk, jo me o matë me ato sa shpenzojna. Edhe qka po bojna që të popullë në thojza ma straf, ma teper. Kjo të bënë me mendu edhe për dasmat që na i bojna. Kur jetë kujtimet, a ma shumë kujtime krijohen sot, në për këto dasma që shpenzohen me mijëra euro, a ma shumë kujtimi janë kriju kur dasmat janë banë mes të familjeve më të ngushta, nuk janë thirrë njerëz shumë të largët, shoqëni pak është thirrë dikur në për dasmat janë banë për oborre, gratë e kanë bërë gjellën, e kanë bërë gullashin, po kujtime ka shumë ma shumë, do më thonë në dasmat që janë bërë dikur, se sa sot. Do më thonë, sa ma shumë shpenzime, aq ma pak ndjenja.
se sa ma shumë kompleksitet, ajo mdok mirë, një gruaj harxhon të frizer ka 200 euro për me udok mirë një natë, imagjinoje. Për derisa dikush tjetër, nështë me 200 euro gjysmuje e kalon. Imagjino, po është një kostë shumë e lartë. Frizer ka, mande vinë disa lukse të prica tjera, fustanat, që ka për 1.000 euro fustan. Po, është një kostë jashtëzakonisht e lartë. Është e dhemshme, nuk e dim, na nuk janë gjitha burrat pasën. Ka dhe burra që janë me një ekonomi pak më dobët. Tash imagjino krejt kursimet e mundit ti me shku për një ditë. Cila do ditë qoftë ajo? Qoftë dasma, qoftë një dasmë e thjeshtë. Nuk e di atë ka rastis me dëgju, po e zamë dasmat që mbahen, familjarët e dhëndrit ose të nusës. Se cilin që dëgjështu, une nuk e kom shiju, se krejt janë të mobilizuar si po dukemi. Janë të mobilizuar me bo një organizim sa ma të mirë, më duk sa ma mirë, me pas foto, e as një prej tyne full mind, që në psikologji, nuk është me mendja të. Nuk është me mendja të me shiju momentin, me ditë që ka është të shiju. Se ato po ikin, të ka të këshyrë fotot. Beso nuk të ebë ndjenjen e lumëturis foto, sot të ebë ndjenjen e lumëturis qëndrimin ku aty për aty. Vale, se ta shtë edhe psikologe, do më thonë mundesh me ma hedh poshtë ose me ma përforcu këto që për thëmë tash. Kur për thëmë dikur dasmat janë bo me njerëzit e afërm, me njerëzit e gjakot, me nipa, me mesa, po jo me shoqëri. As me meqë të spare. Do më thonë tash dasmat që organizohen njerëzit kushtimisht të huj, po thëmë, me cilët ti nuk je i familiarizum, janë pjesë e ahengut. Edhe është domosdoshmëri ti me undje pak, nuk po thëmë i kompleksum, po me pas atë ndjenje e seriozitetit, që shpo dalë se mundet me më paragjyku, se aty është dikush që nuk është i njohur për ty. Pra ndaj njeri nuk mundet me shiju, nuk mundesh me qenë vetë vetja te me do njerës që pishe për herë të parë. E ata njerës për herë të parë po ishe në një gëzim familjar, në një aheng familjar, që realisht thuhet dasma është aheng familjar, po a është tash me të vërtet aheng familjar? Ku aty kemi njerës që nuk i kemi taku kur. Do më thonë, kjo e kryon atë ndjenjen e kushtimisht në shtatë kompleksitetit, që shpodokna, apo pritën mirë, që shjeni të kalu, shkën në se cilën tavolin, a është gjithë shka në regull. Në më thonë, njerëzit friksohen edhe në levizje ma të vogën me ba. Për derisa për para, është bo dasma, nipat, mesat, farefisi, do më thonë, gjithë kush është njohër me njëni tjetrin, nuk e ke pas dert as ka për dore me valëzu, as nuk e ke pas dert ape bën në një levizje të pahishme, sepse krejt ata njerëz të ka njoft, ke qenë vetë vetja, edhe mas po këti jesh qëtësu që ka po hanë ose që ka po penta. Do më thonë, me një pijat në ashta krejt fmitu më letëshën të roqë, bashk e kanë shiju ushqimin edhe në fund kanë dalë, kanë valëzu në barë. Dhe më thonë gjithë shka ka qenë gratë edhe ëmbën, sepse ti ke qenë aty me njerëzit e to. Shpenzime ma pak, sevdali sa dush. Do më thonë sevdaja, dëshira, për me uknaq, nuk është detyrimisht me hedhë para pa mendu. 50.000 euro një dasëm, 100.000 euro ndoshta një dasëm. Në fund veç kur dëgjën mas 3-4 mujve undo qifti. A ti kime vazhdu me pagu kredi familja për qatë këngëtar ose këngëtare që e ka marë. Nëmëturia, do më thonë, nuk blehet me pare. Duhet me u zhvesh si popull prej këti lloj kompleksiteti. Që shpo dokna, sa kom shpenzu, sa i kemi qitë bakshish nusës, sa para i ka marë nusja, mundru nusja 7 herë, mrena ahengut e mos me mri me shju e shkreta nejen e vetë. Do më thonë, a ditë të bën me uzbraz emocionalisht edhe me u hargju. Nuk kam qëka i shtoj, definitivisht nuk kam qëka i shtoj. E ke cik shumë bukur, ma djethe, so ndihet, so e përjeton, so e shion ditën e vetë dasmës. Nëse dasmet i qujna familjare, s'kishin me të fëmija dhe pleqët në shpe. Në dasmat e sotit, zakonisht janë tëftun, po e zonë dë për një familje, janë gjithmonë një moshe mesme ose të rritë, që do më thonë fëmijet dhe pleqët zakonisht në besin në shpia. Nuk pëshjojnë dasmat. Imaginon në dasmat që janë banë në obore. Pra ndaj tash nuk kam që ka ishtaj asoj që e theti se e them mjaft bukur. Dasmat që janë banë në shtepi. Nusja ka pas nivellu me ato, e ka përfundu gjithë ceremonin.
me të vërtetë janë kënaqur secili, prej më të moshuarit deri te më i tillë, secili ka shijuar atë ditë. Edhe je pranë njerëzve të, pranë rrethit tan, që pavarësisht sa fjalë shmosh e pas, jashtë atij rrethi nuk ka fjalë të këqija për nusën dhe për dhëndrin. Ndërsa me një vend që ka të huj, ka njerëz të panjohur, ti ke dal jashtë shumë larg rrethit tan të ngushtë. Do të thonë je xherë me xherë në rrethin e huj. Që do të thonë, nëse po ndodh ndonjë incident, ti ashtu kështu kimo diskutu ndoshta në Kosovën, sepse ki vende të ndryshme pjesëmarrës aty. Prandaj dasmat po dallojnë shumë, po nuk po jetësohen, nuk po kënaqen, nuk po shijohen. Nusja, dhëndrit ton kohën janë si po duken, që është paraqitja, familjarët në vend që të shijonin po e zom dasmën e vllaut ose kanaxhegjin e motrës ose të shoqes se do qoftë, ata janë tonë kohën të kompleksuar për organizimin, sa pja dalin, edhe definitivisht mas kitë me shpenzime ka smlaja, e kanë vështirë çifti me shiju ditët e martesës, pas martesës, sepse janë të rënduar me borxhe ose me shpenzime të larta që është sikur më janë nisë prej fillimit. Plus e kanë kaluar një periudhë shumë stresuese. Derisa ka përfunduar gjithçka. Edhe kjo ndikon shumë edhe në aspektin emocional edhe në aspektin mendor. Më kujtu një diçka, pa dasht tani me deviju temën, e kthehemi prapë te ajo sa jemi sevdali dhe sa shpenzojmë veç për një ditë dhe pa e qa kokën çka po ndodh gjatë vitit, para 30 vjetë dikon, plus minus 2-3 vjetë. Më kujtohet një das në fshat, erdhën me marrë nusën. Edhe që shkanë këndu për para vajzat e gratë e kanë dalë, po vjen me kamerë një familjari i dhëndrit. Kur hyni me xhiru në barë, organizatori i dasmës, se zakonisht ka qenë organizator, të më thonë që i ka prit kjerët e i ka përcjell, dikush prej jashtë, prej burrave, tha nuk ka punë këtë e gratë për kamermanin. Edhe u revoltu këgja shumë. Organizatori i dasmës me butësi, me urtësi, dhe më thonë e largoj, po dhe më thonë u vrejke që u prish pak atmosfera. Unë kom qenë fëmijë, dhe më thonë vetë kom qenë prezente në atë dasmë, dhe thësha që ka po ndodhë. E kamermani rrike si në, dhe më thonë, siklet, se dikush e thike rrët, dikush e thike del, s'ki shka lypti të gratë tona, e me mendu që për një periudhë kaq të shkurt, për 3 dekada, po jo 3 dekada, se tash janë 3 dekada, dasmat në restorane kanë fillu lirisht që 15 vjeta ma shumë, që bëhet kjo transformim, kjo ndryshim, ka që madhë, social, dikush mundet me thonë mirë, dikush mundet me thonë keq, po kjo është ndryshim, që prej një nivelit të vedijës, që kamermani nuk ka që ka me lyp të gratë e tona, në një ndryshim që kamermani me valzu me gratë, edhe ato krejt kabriolet, dhe më thonë të bënë me mendu që si shoqni ose kena hec me shumë hapat shpejt, ose jena në anestezion kolektiv, ose nuk po kuptohet se çka realisht po ndodh. Se ndryshimet shoqërore ndodhin, po jo në një ritëm kaq të shpejt. Shumë e vërtet. Sa herë shoh, dhe më thonë atë video, atë dasm, o më bënë me mendu qëta. Dhe më thonë çfarë ndryshimi. Në i herë thëmë që kanë thonë pleqët nuk bënë me bo hop pa X-Garden. Edhe këto ndryshimet e shpejta normal që munden me pasë edhe shumë pasore. Prandaj na po lidhemi shumë të shpenzimet që po i bojnë si popull për më duk mirë të kudo qoftë. Të gjitha ata që kanë na po qoftë fizikisht, qoftë mes rrjeteve sociale. Ma herët kur kanë bë dasma, ndoshta ato dimijat që i ka ble nusja i ka vesh në çdo dasëm. Edhe i ka trashëguar dikush edhe pastaj. Pavarësisht sa kushtojnë, e që kogja shumë din me kushtu. Nëse del diçka tjetër në modë, pa tjetër dush me ble. Nëse ka ble kujshikja diçka ose në shoqet, pa tjetër dush me ble. Ato kushtojnë kogja shumë. Imagjino, tash me bani krahasim mes burrave dhe grave. Burrat mujnë ashta shumë dasma, shumë ahengje me i përfundu me një palë roba ose me një palë këpuca, nësa pavarësisht çfarë kosto ka pas një fustan, një nuse është vështirë që e vesh të njëjtin në disa dasma. Jo, as dy herë se veshin të njëjtin vetë. Pavarësisht se ka kushtu. E sa shpenzojnë burrat të frizer ka vale? S'kom pas rastin me dëgju, nuk e di. Besa që tash ka nisë dhe burrat ka pak me hek vetat e me uli me shirka e me kemi fillu dhe na shumë mjerë që tu burrat, po kanë fillu edhe ata po nash, dhe shpenzojnë ata me qenë se gjithmonë po janë në dispozicion. Me shpenzu po mu tjetërsu heqë brispi ka hije.
beso do foto që i përcjellen në rrjetet sociale, edhe do figura kështu të njohura, gra që janë me pozitat larta në shoqëri, që i postojnë me burrat e vet, kur i kum pa do vetlla të hekta, dhe që është shumë e ranë me e pranu. Nuk po them që tash grave ju falet çdo ndërhyrje, gjithçka veç bash burrave hispju ka hije. Gratë pavarësisht çfarë ndërhyjnë, megjithëse nuk jam pro këtyne ndërhyrjeve çka do që bajnë, po prap janë femrore. Ndërsa çdo gjë që ndryshojnë meshkujt ka po anan, nuk do kësh ma një burr, nuk do kësh mashkull. S'po du me kalu ndoshta këtë temë sepse është e rëndë për më drejt për luftën. Definitivisht nuk kisha dashur me diskutu. Për mos më kuptu opinioni, këto që po diskutojna, është na ishim duke folë për shpenzimet, po unë e thash mirë që kanë filluar me shpenzu burrat, pa dashur me hyjë te tema që shpenzojnë për ndryshime. Këto jam kundër kësaj, po sidoqoftë, gjithmonë kanë qenë në dispozicion çka do që thot gruaja, po duam blik këto, po duam blik këto, këta në dispozicion. Sepse pak gra, besoj që pak gra janë ato që shpenzojnë kur fitojnë vet ato para. A kur i marrin kaq flet për burrave, tani nuk e kanë problem çka do që i dalë bukur përpara, le të ma blejnë. A e kupton? Ndërsa meshkujt mirë që kanë filluar edhe ata me shpenzu, gjithmonë kanë qenë çka shpenzojnë gratë, le të shpenzojnë edhe ata, po mos të tjetërsohen, le të rinë vetja, sepse meshkuj ka hije edhe nëse e sheh një vit me një këmishë prapë ka hije. E gratë jemi mësuar po pak më ndryshe. Po jo ato detyrimisht duhet me pas edhe këpuca çaq sa kanë jakne, palta, kombinimet. Brosha, domethënë tash nuk po them që ndodhte secila gru, po në përgjithësi, domethënë edhe vetëm në një dyqan me hit i kemi parë në 10 parë, 20 parë, 30 parë këpuca ose sandalet femrave dhe isha 2-3 parë të burrave, ose vetë fakti që kur hin me bledh diçka, na si gjini vonohemi ndoshta 1 orë derisa të vendosim ose 2 a më shumë, jena në gjendje me ecë tregun kur kemi blenë diçka, kohë për cilën ashtë i burrat bëjnë pazar për një banesë. Po. Domethënë kjo, s'po them në ashtë që është e met, po... Se disa ke vrejt meshkujt shumë acarohen me gratë, pse kanë kaq shumë, ndrohen kaq shumë, e kanë këto komplekset pa nevojshme. Amo edhe nëse po e zonë, nëse një grurin një kohë të gjatë me një palë rroba, as meshkujve besi pëlqen. Edhe aty ne bjen sy që ka të prutën e të një parë. Edhe ata vetë kanë, unë mendoj që edhe syni kanë nevojë për ndryshim, për një gjë ndryshe. Kjo është ajo që ju ka imponuar me pa. Domethënë ata janë mësuar me pa ndryshimin vazhdimisht. Domethënë është një qarkullon, domethënë i farthani që kur i hap dollapat e grave, sheh çaq shumë tesha, se thonë edhe në fund prap thoj nuk po di çka me vesh. Se sa më shumë zgjedhje që kim, me të vërtetë është problem me vendos çka. Burrat 3 këmisha, 4 e merr vesh dhe bën zgjedhje. Tash nuk po them ndoshta që është gjithçka shpenzim i panevojshëm, se ka gra që 10 vjet ndoshta e mon një këmish edhe vesh her pas here, po megjithatë domethënë dallimi në mes të atij shpenzimit të nevojshëm edhe ndoshta të panevojshëm, unë para konsideroj që gratë e teprojnë në këtë aspekt. Në krahasim me burrat. Po, është shumë e vërtetë. Zakonisht është kështu. Si përfundim gane, a menon që përmejna popull sevdali, a shpenzojna kur dojna që është në auteket, a shpenzojnë prej sevdas, çfarë menimi ke për popullin tonë? Unë mendoj që përmejna popull sevdali, tash me shpenzu prej sevdas punë, është, se edhe mundet më ka njëna për arsyeve, për faktin që njeri kur është disponueshëm, kur njihet mirë, nuk bën kalkulime. Edhe tani krejt kjo rezulton me shpenzime ndoshta të panevojshme. Për shembull për dasma, masive që ishim të dasmat. Na jemi në gjendje, ka pas shumë raste kur kanë gjujt me pushke, me mitrailleze, nuk ka mendua i vinë policia, arrestojnë, që ka ndodha, në rëndësi po nina mirë, dhe më thonë, edhe diçka që është shumë e rëndësishme, shumë e nevojshme me u kursy plumbe, që do të mërujt veç për rastet urgjente, veç për luftë ose për zotin arrujt për diçka që është domosdoshmëri, ujkundele ose diçka nëse jetojmë çatra të thella, megjithatë do të thonë janë gjendje me shpenzu edhe që ato kur njihen mirë. Edhe nuk mendojnë as për pasojat, ka pas raste kur edhe janë plagos fëmijët në përdasma. Në një fshat të Vitis, të më thonë e di që është plagos një fëmijë, bile ka thonë hajt ledhja pak që aty se mi thirë policinë na vile dhe na i nalin atmosferën. Dhe më thonë ka dhe kësi raste ekstreme, krejt kjo bërën prej sevdas.
prej dëshirës për me bë atmosferë mu një mirë edhe dul ku dul. Çka ndodh nesër s'ka rëndësi. Po, çka ndodh nesër domethënë nuk ka rëndësi. Në anën tjetër është interesant se edhe në për sondazhe domethënë që bëhen edhe në për hulumtime që bëhen në për anketime, na shqiptarët dalim shumë optimist. Mendojmë që domethënë jemi super edhe përkundër problemeve të shumta që i kemi. Si të kthehemi në realitet e kuptojmë që gjendja ekonomike ose nuk është për me u festu edhe për me u ndje mirë edhe për me qenë shumë optimist. Po prapë se prapë na e gjejna diku një fije shprese. Për shembull, ditën e punëtorit. Në përkrejt vendet e botës protestohet, te na festojmë. Do të thonë, prej fëmijë do këta për çka po dhezët ky zjarr, me do goma, me do atmosferë, bëjke se është dita e punëtorit, me një vend nështë ku mas shumë ti të papun kemi pas. Po prapë se prapë është festaje. Festa e nonës, festa e mësimdhënësit, festa e babës nisi kove të fundit, ajo kjo do më thonë gjithë shka që bëhet veç kur i poshe do ëmbëlsira, po më do qarkullu në për internet, me porosi, urime ajo, urime kjo, do më thonë jemi popull të prirur për me festu edhe për me uru, e kjo të bën me kuptu që për i me jena popull se vdali. Po kur kthehemi tani në realitet, që i ballafaqimi me realitetin tani na bën pak me u dëshpru. Po me gjithatë, njeri me qenë optimist, nuk është keq, të bën me u ndje mirë. Krahas krejt shpenzimeve, apet shoqër breqena popull se vdali. Shoqër që dina mu gëzu, shoqër që dina me shiu momentet. Pavarësisht çka vjen pas asaj, na apet nëse marrim të kundërtën e kësaj se vdas që kena si popull. E të ishim kanë ndoshta shumë pesimist, i shko ditët që kanë shumë të zëmta, festat kishin qenë pa kuptim. Unë nuk e di kush jep shyhret festave më shumë se na shqiptarët. Kështu që pavarësisht këtë këtyne, nëse kishim thonë është na mirë vazhdu kështu, po vazhdoni kështu veç kurseni pak sepse edhe nëse ka me hangër e me pi, po megjithatë shoqër që jena kaq popull se vdai. Me festu po edhe me reflektu. Patjetër. Edhe me kalkulu. Edhe mu revoltu her pas here. Në ditën e punëtorit me kërku mirëqenje për punëtorët. Se jemi popull që nuk trajtohen punëtorët me mirësi. Bjen njeri prej katit 5-6 ndërtesave për shkak të kushteve të rënda të punës. Duhet pak me reflektu, se nëse nuk reflektojna, nëse nuk protestojmë, nëse nuk kërkojmë ma shumë edhe për shtetit edhe për institucioneve, atëherë kemi mërë këtu ku jemi. Nuk mjafton me u prit nusja me def e me shpenzu për këngëtarin kushet disa, se nuk është e vlerësim. Vlerësim për nusën është me prit me dashuri në shtëpinë tane. Me undje ajo që është pjesë e familjes. Me i busqesh në mëngjes kur qohesh, edhe jo me prit me mrola se tash ti ke shpenzu edhe do të thonë, duhet me ditë qysh me ju qasë dhe qka me vlerësu. Në një fshatit, tha që prej fillimit për më thoi nuse për ty kena këcy, dhe për ty kena valzu, për ty kena la defit, adin hajde bëne këto, tha ja bona, më rjuk një valzu për veti, adin shumë e drejtë dhe më bëlqej qasja asaj. Nuan, ato kanë bërë shpenzime, po shpesh nuk i bojna për nuse që pra vjerë, për na bojna që mos më ndikosh se pret kurqysh, se bë dasme kurqysh, prap të pojetojna për shkak të njerëzve. Nusja, se po dalim nga tema në temë, po shumë mirë e the. Nëse dojna me vlerësu nusen, ta vlerësojna për ato që është. Ta vlerësojna me pritje, me ngrohtësi, s'po thamë më bëha sikur vajza jote, se s'bëhat sikur vajza jote, po të paktën trajtoje njëjtë siç e trajton djalin edhe nusen. Pa pas nevojë me bëj shpenzime që janë të papërballueshme. Nuk vlerësohet nusja me dallam 500-600 euro, 700-800 euro. Po vlerësohet me ngrohtësinë që t'ja jep, që të dashta me thonë. Do më thonë edhe shpenzime tjera që i bojna, për çfarë do çështje, edhe festa e punëtorit, do më thonë data kur është e përcaktuar, edhe festa e mësimdhënësit, urime 7 marsi, vërshojnë për jetës sociale, në anën tjetër në fëmijës si thot, hajtë se që e mësusja ju të nerva, më shkon kur gjës për den. Do më thonë duhet me ditë po, ose 8 marsi për nënën, ja që në lullën, edhe në fund kur të kthehet tavolina, kthehet buka, ushqimet, nëna vetë e shtrën, vetë e hek, vetë, do më thonë, gjitha punë të shtëpisë i bën vetë, lulja aty në vaza. Do më thonë, do të me ditë me bani dhe diferenciovesh me festu, e me kremtu, po edhe me reflektu pak. Nëse që këj person është që ka që rëndësishëm, nëse nusja është që ka që rëndësishme që i kom shpenzu 50.000 euro për ta,
atëherë ta bëjmë me të vërtet munia dhe rëndësishme. Nëse dita e punëtorit po konsiderohet fest, atëherë duhet mi ofru kushtet mira dhe pagesë dinjitose që ati punëtore. Nëse mësimdhënësit pja uron festën e 7 marsit, vlerësoja gjatë vitit, ne të ndihet mësimdhënësi i vlerësum. Nëse prindi e vlerëson mësimdhënësin, ka me vlerësu dhe fëmija. E kundërta, nuk e vlerëson prindi, nuk ka me vlerësu as fëmija dhe do të thënë bjen figura, digniteti, autoriteti dhe çka bën të rënohet krejt shoqëria. E bështo po them, të jemi sevdali, po në suazat normales. Të mos i te i kalojmë dhe të mos e teprojmë, as me sevda, po as me gjykim. Të mundohemi me e gjetë një mes. Gane, faleminderit për krejt mendimet dhe idetë që ndave bashkë me ne. Të dashur shikues, ne nuk po varfrohemi si popull sepse nuk kemi, po varfrohemi sepse po shpenzojmë pa mas. Andaj, kur të kemi, mos e rritni kostën e shpenzimeve, por rritni rezervat. Dhe ju pres të gjithë teleshikuesve që përmes komenteve na tregoni a pajtoheni me idetë tona, të shpenzojmë apo të kursejmë. Ju mirëpresim. Shihemi herë tjetër.